falma, falma. Nëse don ti zemrën kalma, nëse don ti falma, falma. Përshëndetje, apo më tregon nga ke ardhur sot? Nga Vështria. Qysh po kalon edhe pse vini pikërisht në Bajgor për një maj? Bajgora është vendlindja e babait tem dhe vina pasi që është vend shumë i mirë dhe tash ka ndrua dhe u bë vend edhe turistik, pasi që ka shumë dukuri natyrore të bukura. Edhe për këtë arsye. Apo më tregon pse për një maj pikërisht, sepse duke ditur që është dita e punëtorëve, ju e shfrytëzoni të vini në Bajgor. Dhe e shfrytëzoni për të festuar apo për të protestuar? Faktikisht duhet që të jetë duke protestuar, pasi që drejtat e punëtorëve shkelen në shumë vende pune. Dhe po na si shqiptarët krejt vina me festu. A keni ardhur me shumë familjar apo jeni vetëm me rrethin e ngushtë të familjes? Jemi ardhur 3 familje, jemi ardhur dhe me rrethin e gjatë të familjes. Qysh po kaloni sot? Shumë mirë, edhe vendi, edhe natyra, vibe, gjithçka është mirë. Do të thënë ju jeni të themi kështu familjareshme, apo jo? Po jena, edhe mundohem çdo sekondë jetës me shfrytzu, pasi që jeta shkon shumë shpejt edhe pse jo.